Shembulli I një media që ngrihet vetëm për propagandë, fake, dhe vetëm për dizinformim, tregon qartësisht se qëllimi I këtij komisioni ka qenë që të kthej çdo media me format e dhunës apo të presionit, çdo portal t'i shndrojë në media varikalon dhe të gjithë së bashku pastaj të ishin grusht bashkuar rreth partisë dhe rreth sultanit, në thirrjet Hosana Baraba nga mëngjesi deri në darkë. Ky ka qenë, kjo tregon qëllimin e këtij komisioni. Kështu që nuk meriton më shumë. Po vazhdojmë me atë që është e rëndësishme për qytetarët. Pasi sot mbyllet kjo legjislaturë. Mbyllet kjo legjislaturë më e zeza në 35 vite demokracisë në Shqipëri. Në këtë legjislaturë, parlamenti u kthye nga një aureol demokracie, siç është në çdo vend demokratik, edhe të asaj Europe që ne flasim shpesh se duam të shkojmë, u kthye në një vend ku liritë e opozitës dhe demokracia asgjësoheshin nga mëngjesi në darkë me urdhër politik të Sultan Surrelit. Ky parlament në këtë legjislaturë u shndrua në një vend ku vlonte në këtë anë dhe në anën këtu mrapa histeria moniste kundër opozitës. Ky parlament në këtë legjislaturë u shndrua në një vegël që bëri gjithçka për të zhdukur opozitën dhe për të emëruar opozitën që donte, Sultan Surreli. Kjo strategji vazhdon edhe sot me vrull dhe me pasion nga çdo spikeri që është ulur në atë karrige aty mbrapa, nga çdo antar I organizatës kriminale që quhet qeveri. Parlamenti pra sot, për turp dhe faqe të zezë, është ndruar në një vend ku opozita trajtohet si armike. Në një vend ku lideri I saj burgosej dhe këtu ishte konsideroi herezi ti përmendej emrin liderit të opozitës. Dhe si në asnjë vend tjetër liderit të opozitës ju fshi dhe emri nga lista e deputetëve, megjithëse ishte deputet I zgjedhur me votën e popullit. Ja kjo është pasqyra e parlamentit tuaj të narko-regjimit. Sepse kjo nuk ndodh askund. A mund ndodhte diku tjetër kund kjo? A më gjeni një vend tjetër që ndodh kjo që ka ndodhur këtu? Sepse në këtë parlament, pjesa e mazhorancës nuk ka asnjëri që mendon. Këtu gjithë jesmen për t'i bërë fresk sultanit. E u nuk që ngije rreth e rrotull sultanit dhe vetëm kaq. Sultani mendon, ai shkel, ai dhunon, këtu hazër gjevap të gjithë. Faqe e zezë, turp për këtë parlament, sepse kur nuk mund të imagjinohej që parlamenti të shndërrohet nga një vend I fjalës lirë në një vend ku liria e fjalës goditet më së shumti dhe bëhet gjithçka për ta asgjësuar atë. E keni bërë. E ka bërë Linda e Zezë, e bëri Salmonella kur ulej aty, e bëri edhe ju tërheq vëmendjen për fjalorin dhe për fyerjen e bëri edhe mis 6 milionshi I doganave e ju cila tërheq vëmendjen e mendonte vetëm se ishte mamic, shifte ëndra me mamic, por në fakt s'ishte asgjë tjetër, Vazhdo. Vetëm një kukull. Vazhdo se ju dëgjoj. Që mendonte se detyra e saj ishte do ju mbyll mikrofonin o ktheuni te diskutimi o nuk do diskutoni dot më sot në seancë. Se jeni bërë për turp, seriozisht. Sa herë flisni këtu, turpëroni gjithë parlamentin, zoti Noka, ju personalisht. Tani, po ju tërheq vëmendjen edhe një herë, dhe po ju jap vrejtje. Herën tjetër do t'ju heq drejtën e fjalës. Jo vetëm e turpshme, Fol siç është për të folur. Por është e neveritshme. Gjendja në të cilën I ktheu sultani këto qenie njerëzore këtu. Sepse
e bëri, pse ndodhuri, që transformoheshin këta njerëz këtu nga individ me dinjitet dhe me karakter në kavje eksperimentale të sultanit, të epsheve, të manive të ti, të mlefeve të ti, njerëz të lirë s'ndodh ta bëjnë, e keni bërë, puna juaj. Sepse në këtë mandat, ky parlament ka neutralizuar çdo gjëm që është bërë këtij vendi nga qeveria, që është organizatë kriminale dhe nga sultani i Surrelit. Në Shqipëri, ne në këto vite kemi parë shpesh shfaqje tronditse, ku vetë thelbi i demokracisë, shtylla në të cilën ngrihet një demokraci, vota e lirë, asgjësohej, përçmohej, përçudnohej. Dhe kjo qeveri që ky parlament e ka mbështetur, ka vendosur në çdo hallk të këtij shteti krimin, drogën, krimin dhe korrupsionin po ashtu. Kudo që shkosh, këto do gjesh. Nuk gjen në asnjë vend në asnjë segment të këtij shteti institucione që i shërbejnë qytetarëve, institucione që i shërbejnë popullit shqiptar. Jo, nuk ndodh. Parlamenti, deputetët, kartelet, krimi organizuar, të gjithë kishin një mision, të luftonin për të shkatruar votën e lirë dhe për ta kthyer atë në mall tregu. Dhe në Shqipëri u vërtetua. Vota shitej, blihej, shantazhohej, presionohej. Ky parlament, të gjitha institucionet e këtij parlamenti, vrapuan kush e kush përpara, t'i dilnin përpara sultanit për të thënë që ne jemi patronazhistët më të zgjedhshëm, për të zgjësuar demokracinë dhe lirinë në këtë vend dhe për të zgjësuar votën në këtë vend. Turp i gjithë shteti u kthye në një shtet kriminal me qëllim elektoral. Turp dhe faqja e zezë, ju s'keni turp, por unë po ju drejtohem shqiptarëve. Turp dhe faqja e zezë, kush ju përfaqëson ju këtu nga pjesa e Sultan Surrelit. Se po t'i vesh re, e nisën me skandali me Konigal. Çfarë ishte skandali me Konigal? Ishte qasja e sultanit dhe e shtetit, e pushtetit, ndaj shtetit, përdorimi dhe keq përdorimi i tij kundër opozitës. Pra ishte koncepti që u derdhi gjithi, koncepti i shtetit mafje që sultani dhe organizata kriminale këtu pas meje ngriti në këtë vend që quhet Shqipëri. Ka prova dhe fakte në SBA që tregojnë se me Konigali ka ndikuar në fushata. Është orkestruar nga Rama dhe me Konigali ndërhyrja në tendera strategjik për t'ia dhënë rusëve. Nafta është sektor strategjik, besoj, nuk kundërshtoni asnjëri për jush. Ka prova dhe fakte që me Konigali u përdor për të likuiduar opozitën. Po, dhe këtë nuk e bën askund në demokraci, një kryeministër i një shteti demokratik, por bëjnë vetëm sultanët dhe despotët. E pra, çfarë jeni? Shërbëtor të një despoti ose të një sultani, të gjithë ju këtu. Dhe të gjithë ata që ju ndjekin ju mrapa. Ky parlament është për faqe të zezë se ka bekuar çdo hajdutëri që është bërë në këtë 4 vite shqiptarëve. Rrugët e arta të ndërtuara nga ju, nga kjo qeveri, kanë marrë bekim këtu, sepse sultani u hati që mund t'i vi një dita dhe vendosi që çdo vjedhje të madhe ta sjell këtu, që të marrë votën tuaj dhe të mbrohet ai. Dhe ju të gjithë, Hosana Baraba, në rjesht, pa menduar hiç, sepse ju ka ndaluar të mendoni, ngritët duart dhe i keni mbështetur ato. Sot dëgjova kryeministrin tuaj të famshëm që u kujtua për bujqësinë. Po ku ka faqe të zezë më shumë se kjo?
u shkatrua bujqësia. Ajo akademia e barinjve që thuhej këtu do kryohej, e kryuat ju me deputetet që dolën nga zgjedhjet e vjedhura tani, nga farsa. Se nuk funksionoj 4 vjetë. Nuk ju funksionoj me qytetarët dhe ja ku e bëtë ju. Përfundoni. Edhe 1 minutë, lutem. Jo, koha ka mbaruar. Përfundoni fjalin. Pra, ky parlament në këto 4 vjetë funksionoj vetëm për i qëllim. Të cimentoj abuzimin me pushtetin, të cimentoj manipulimin publik, të cimentoj korupcionin dhe hajdutrin, të cimentoj kartelet e drogës dhe asgjësimin e demokracisë. Uluni se koha ka përfunduar, nuk keni mikrofon. Fjallën e ka zoti Braçë dhe zoti Peleshi. Po ka kërkuar zoti Braçë si nismëtar. Në përputhje me rregulloren, kryetare, se duhet theksuar kjo se është problem shumë i madh. Shikoni,